Shpenzimet e administratës publike dhe deputetëve për vitin 2025 kapën nivele rekord, duke konsumuar mbi 3.5 miliardë lekë nga buxheti i shtetit. Sipas të dhënave nga Open Data Albania, vetëm për udhëtime brenda dhe jashtë vendit janë shpenzuar afro 2.8 miliardë lekë, ndërsa për hotele dhe akomodime të zyrtarëve janë paguar mbi 5 milion lekë. Ligji aktual u garanton administratës publike dhe deputetëve një seri përfitimesh financiare që përfshin rimbursime të plota për çdo udhëtim zyrtar brenda apo jashtë Shqipërisë, pagesa për fjetje në hotele, dieta ditore dhe shpenzime të tjera. Ky sistem i shpërblimeve është kthyer në një minier ari për zyrtarët, duke i lejuar ata të udhëtojnë në komoditet të plot, pa u shqetësuar për koston reale ndaj taksa paguesve. Vetëm për një udhëtim jashtë vendit, shifra arrin në 845 milion lekë, ndërsa për udhëtime të brendshme, një shumë edhe më e lartë, 1.95 miliardë lekë. Hotelet kushtuan rreth 5 milion lekë, të cilat shkojnë për fjetjet e stafit qeveritar dhe parlamentar në për aktivitete, trajnime apo takime zyrtare. Ndërkohë 140 deputetët e kuvendit përfituan gjatë 2025-s mbi 7 milion euro, ku 453 milion lekë, rreth 4.6 milion euro, ishin vetëm për pagat mujore. Muajt shtator, tetor, nëntor dhe dhjetor shënuan shpenzimet më të larta për rrogat, sipas të dhënave të kuvendit. Përveç pagave, deputetët përfituan edhe 241 milion lekë të tjera, përfshirë komisionet parlamentare, telefonat, qirat dhe shpërblimet për pjesëmarrje në aktivitete. Udhëtimet zën vendin kryesor në këto shpenzime, me një peshë prej 24%, ndërkohë që qeveria dhe parlamenti vijojnë të flasin për kursime buxhetore dhe efikasitet të administratës. Faturat e udhëtimeve, dietave dhe shpërblimeve tregojnë një realitet tjetër, një klasë politike dhe burokratike që udhëton dhe përfiton, ndërsa qytetarët paguajnë.